Pas dënimit të shkallës së parë që e la në burg me 2 vite dhe 8 muaj, ish kryetari i Bashkisë së Durrësit Vend Gjyqdako ka apeluar vendimin. Për shqyrtimin e dosjes hetimore është saktuar gjyqtari Engert Pëllumbi dhe antar Iliriana Oldashi dhe Emiliana Muça. Pavarësisht dënimit me 2 vite burg, Dako vion që të jetë në arrest shtëpie deri në dënimin e apelit. Hetimet ndaj tij u zhvilluan me akuzën e shpërdorimit të detyrës, ndërsa dha një leje ndërtimi për një pallat në vitin 2014, në kohën kur ai kishte përfunduar dhe ku u përfshin edhe 4 shtesë, si dhe për tenderin e shëtitores për vijën bregdetare me vlerë rreth 22 milion lekë. Për të dy rastet, Dako ka kundërshtuar akuzën, duke theksuar se për lejen ka ndjekur procedurat dhe se sa i përket shëtitores, gjithçka ka pasur që të bënte me një gabim në sipërfaqen e sistemuar, por se shifrat sipas avokatit të tij kanë qenë të sakta. Ndërtuesi i pallatit, Fiqiri Faruku, topografi Fatmire Jupi dhe Adrian Bulku u dënuan me 2 vite, por gjykata vendosi pezullimin e dënimit duke i kaluar në shërbim prove. Dako u vu në pranga në qershor të vitit 2023, duke qëndruar në qeli deri në shkurt të vitit 2024, për shkak të kalimit të afateve dhe se deri në atë kohë nuk përfunduan hetimet, GKK në atë kohë e vendosi masën e arrestit në shtëpi. Tashmë pritet që ish kryebashkiaku t'i drejtohet apelit për çështjen që do të jetë edhe trupa e cila do t'i jap vendimin e formës së prerë.